dy vepër për ne, por na met një pjesë shumë e vogël, një këtu janë pa 20 metra ullë. Dhe një kjo pjesë krejtësisht, met pa kullim sepse i muan kanali. Në Bërdic të sipërme, në zonën e Vinjarit, ka nisur puna për hapjen e kanalit kullues pas kërkesës së banorëve të zonës. Sipas tyre, ky kanal kishte mbetur i pamenexhuar gati prej 3 dekadash, duke shkaktuar probleme me kullimin gjatë stinës së rreshjeve. Qyse para demokracisë që kanë kooperativa e ferma që kena pastru me krah. Kësa pastru asije. Janë gjurë të kanaleve të 30-40 vjet. Qysh sistemin e përbashkët që të pastru e zjerë. Të qysh që zotit në ardhën e kujtarit e li, po bëjt punin me kullueshme. Me këtë ndërhyrje, edhe 2 kilometër të tjerë i shtohen rrjetit kullues të Bërdicës, duke rritur ndjeshëm kapacitetin për përballimin e ujrave sipërfaqësor. Tu jemi në fshatin Bërdicës sipërme, në tokat që quhet tokat e Vinjarit, janë rreth 25 hektar tokë që shërbejnë për 2 kanalet për pullimin e këtyre tokave. Ka 30-35 vite që janë pastru realisht dhe këtu njerëzit kanë pas frikë me mjallë grunë, si thëmë na, që nuk ka bon, se s'ka pas kullim toka, ju po shihni edhe vetë vendin si ashtu. Ndërhymet nuk janë kanë asnjëherë. Tani kemi marruar me Maliheben, Beltojen, fillu me këto dhe do vazhdojmë në fshatin Bërdicë të mesme pa ndërpremje. Vetëm gjatë këtij viti, ekipet e ndërmarrjeve të Bashkisë Shkodër kanë realizuar pastrimin e 13 kilometrave kanale në këtë zonë, si pjesë e punës së vazhdueshme për të u shërbyer banorëve dhe përmirësuar infrastrukturën e banorëve dhe fermerëve të zonës.